Kryeministri Mickoski është ankuar se vendi nuk është trajtuar me drejtësi në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Venko Filipçe tha se Mickoski dështoi të përmbush premtimet. Me rritjen e tarifave të koncesioneve në 6 muaj të parë të vitit, Ministria e Energjetikës ka mbledhur mbi 500 milion denar. Troket vjeshta, nga mesi javës pritet të nisin rreshet e shiut. Palestinezët në Gaza kaluan një natë pa bomba. Trupat amerikane fillojnë të bashkohen misionit të monitorimit të anëpushimit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Rruga Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë. Këtë ankesë ka theksuar sot kryeministri Mickoski, i cili ka thënë se Këshilli i Bashkimit Evropian duhet të ofrojë garanci se nuk do të ketë kushte të tjera për shkupin. Pengesa jon e madhe në rrugën drejt BE-s është problemi me fqinjen tonë lindor dhe i ashtu quajturi propozim francez që e pranoi vetë qeveria më parshme, deklaroi Mickoski. Duhet ta shfrytëzojmë këtë ditë për të dërguar një mesazh të qartë politik, po antarësimit në BE, por jo kushteve dypaleshe dhe po garancive nga Këshilli Evropian. Kështu ka deklaruar kryeministri Hristian Mickoski në fjalimin e tij në Akademinë Ceremoniale në Prilep në shënimin e 11 tetorit. Ai tha se Këshilli Evropian duhet të garantojë se s'ka më veto dhe pengesa për shkak të çështjeve dypaleshe. Duhet të shfrytëzojmë këtë ditë për të dërguar një mesazh të qartë politik. Po antarësimit në Bashkimin Evropian, jemi të vetëdijshëm se ajo rrugë nuk ishte e drejtë për ne dhe nuk do të jetë e drejtë, por jo kushteve dypaleshe dhe po garancive nga Këshilli Evropian, i cili duhet ta bëjë këtë nëse vërtet dëshiron ta shohë këtë vend të vogël që ka treguar shumë herë në histori se vendi i tij është së bashku me ta në Bashkësinë e Kombeve Evropiane. Mickoski theksoi se pengesa jone madhe në rrugën drejt BE-s është problemi me fqinjen tonë lindor dhe ashtu quajturi propozim francez, që e pranoi vetë qeveria e mëparshme. Tani kjo është pengesa që duhet të hiqet. Por të mos harrojmë një hipokrizi të madhe që mund të shihet në faktin se të njëjtët njerëz që na bindën se nuk ka asgjë më të mirë se ai propozim dhe se identiteti po mbrohet, tani po përpiqen përmes një manovre politike të vizatojnë disa vija të kuqe që duhet të na mbrojnë nga propozimi që ata në mënyrë ignorante, egoiste e pranuan vetë pa pyetur opozitën e atëhershme dhe qytetarët. Mickoski tha se frika dhe shqetësimi kryesor tek qytetarët është rreth pyetjes kyçese nëse ky do të jetë lëshimi i fundit dhe nëse pranimi i këtij propozimi do të jap fund serisë së lëshimeve, që po bëhen vazhdimisht në dëm të interesave kombëtare dhe shtetërore. Për dështimet në çështjen e integrimeve europiane, kreu i LSDM-s Venko Filipçe ka bërë përgjegjës kryeministrin Mickoski. Sipas Filipçes, qeveria aktuale dështoi që të përmbush premtimet e bëra. Kreu VMRO dhe PMN-s ka derdhur dyshime edhe për mundësinë e sjelljes së emigrantëve nga Britania e Madhe. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka kritikuar ashpër qeverinë e drejtuar nga VMRO dhe PMN-e, duke i akuzuar për dështime në të gjitha fushat dhe për mashtrime ndaj qytetarëve. Në aspektin ndërkombëtar, ai akuzoi qeverinë për dështim në përmbushjen e premtimeve lidhur me marrëdhëniet me Bullgarinë dhe procesin e negociatave me BE-n. Duke folur sot për artikujt në mediat britanike, ai bëri thirrje ministrit të jashtëm Tim Çomucunski të përgjigjet nëse po diskutohet për sjelljen e migrantëve në vend. E lexova tekstin, e pash në media. Qeveria duhet të dalë dhe ta thotë shumë seriozisht se po diskutojnë ose po negociojnë një gjë të tillë. Duke pasur parasysh spekulime dhe artikujt në shumë revista serioze politike botërore, ministri Tim Çomucunski duhet të tregojë nëse po diskutojnë për sjelljen e migrantëve në vendin tonë. Filipçe pyeti VMRO nëse ndërtimi i kampeve të emigrantëve të përmendura në media ka ndonjë lidhje me kredin prej 7 miliard eurosh që qeveria mori disa muaj më parë.
Kandidati i AKI-s për komunën e Çajirit Bojar Osmani promovoi programin e tij për shëndetësinë, për cilën tha se fokusi do të jetë tek të moshuarit dhe gratë. Osmani tha se të moshuarit do të vizitojnë në shtëpitë e tyre nga ekipe mjekësore, ndërsa për gratë do të ndërmerren masa për parandalimin e kancerit të gjirit dhe sëmundjeve të tjera. Ai theksoi se do të ketë edhe spital mobil nga një për çdo ditë në një lagje. Fillimisht për më të moshuarit, të cilët në një mënyrë edhe janë më të lënduar sa i takon shëndetit, përgatisim ekipe shëndetësore, mjek dhe infermier, që do të shkojnë dhe do t'i kontrollojnë ata në shtëpitë e tyre kur ka nevojë, veçanërisht ata të cilët jetojnë vetë. Komuna etablon spitalin mobil. Çdo ditë në një lagje do jetë një spital mobil në cilën qytetarët vullnetarisht do mund të bëjnë kontrollet preventive shëndetësore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për detektimin e rasteve individuale, por edhe për rritjen e vetdijes së përgjithshme. Kandidati i Vlenit për komunën e Çajirit Izet Mexhiti ka promovuar sot përfundimin e rrugës Maksud Sadik. Ai tha se kjo rrugë është tashmë e përfunduar me sukses dhe gati për të vënë në shërbim qytetarëve dhe siç tha, është një investim i realizuar me standardet më të larta të cilësisë, sigurisë dhe funksionalitetit. Mexhiti tha se në vlerë rreth 220.000 euro, ky projekt shënon një tjetër hap të rëndësishëm në modernizimin e infrastrukturës urbane të Çajirit. Këtu ka një simbolik që një projekt i cili po përfundon në rrugën Maksud Sadik, rrugë e cila e lidh Çajirin me bulevardin Nikola Karev, me universitetin, pra është rrugë e rëndësishme, e cila është po përfundon, pra dhe po finalizohet, është projekt mbi 220.000 euro, sipas standardeve më të larta, dhe duhet të potencoj që ata që e premton kundër kandidati im për mandatin e ardhshëm, ne po i kryjmë para se të hyjmë në fushat zgjedhjeve, para se të vim të dita e zgjedhjeve dhe do vazhdojmë me intensitet edhe më të lartë. Kandidati për kryetar në komunën e Gazibabës nga LSDM-ja Vlad Komitovski, gjatë programit të tij zgjedhor premton se Stajkovci do të marrë shkëlqimin që meriton, rinovim kanali, rindërtim rrugësh dhe sheshi. Ai sot ishte prezent në vendbanimin e Stajkovcit, nga ku tha se ky vend është harruar plotësisht nga pushteti lokal në 4 vitet e fundit. Siç tha, asnjë projekt, asnjë investim kapital nuk është zbatuar për këtë vendbanim. Mitovski rikujtoi kohën kur LSDM drejtonte komunën, duke theksuar se atëherë Stajkovci mori për herë të parë një çerdhe për mëdhveçlit, të cilën e përdorin edhe fëmijët e fshatrave përreth. Večer vanes me samo na miting. Stajkovci meriton të vazhdojë të zhvillohet. Në mandatin e ri do të rregullojmë shtratin e kanalit përgjatë rrugës 6, do të rehabilitojmë rrugën 5, 6 dhe 11, do të rindërtojmë këndin e lojrave për fëmijë në fund të rrugës 18 dhe sheshi Stajkovcit do të fitojë shkëlqimin e tij të vërtet dhe do të bëhet një vend për socializim dhe krenari për gjithë banorët. Kjo është rruga përgjatë së cilës Gazibaba duhet të lëvizë në një mënyrë të planifikuar, moderne dhe të përgjithshme. Stajkovci do të fitojë shkëlqimin e tij sepse qytetarët e meritojnë. Kandidati i pavarur për komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka vazhduar takimet me qytetarët duke shpalosur projektet e tij për komunën, krahas projekteve infrastrukturore si rrugë të reja, parkim nën toksor në qytet dhe projekte për turizmin. Tha se do të angazhohet edhe për pjesën e kulturës, duke sjellë festival të ri Vera e Strugës. Qyra, i cili ka marrë mbështetje të koalicionit Vlen para qytetarëve, u shpreh se ka marrëveshje me popullin për kandidaturën e tij, andaj ju bëri ftesë të gjithë partive që ta përkrajnë. Një rrugë Moroisht Strug, ndërrimin e tubave të azbestit, madje kemi parkingjet në doksoret në qendër qytetit dhe në plazhin e qytetit. Kemi një port që do të bëjë lidhjen me Pogradecin dhe një fshat turistik, mundësisht edhe 2, që do të jenë projekte pak më afatgjate, deklaroi Qyra. Ftesë që të më japin votën gjithë partitë politike. Biles bëj ftesë të më japin votën edhe BDI-ja e cila nuk... Për 6 muajt e parë të vitit 2025, Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Punimeve Minerale ka mbledhur mbi 500 milion denar. Kjo shumë është dy fish më e madhe se sa vitin e kaluar dhe s'është siguruar me rritjen e tarifave të koncesioneve.
Me rritjen e tarifave të koncesioneve për 6 muajt e parë të vitit 2025, Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale ka mbledhur mbi 500 milion denar, që është një sukses historik dhe është dyfishi i shumës së mbledhur krahasuar me vitin 2024, ka deklaruar Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska, në një intervistë për Mian. Ajo thotë se duke forcuar kontrollet inspektuese, qëllimi i tyre është të vendosen standarde evropiane. Që në fillim e bëra të qartë se do të vendosim rregull në sistemin e koncesioneve. Kjo do të thotë që të gjithë ata që kanë marrë të drejtën për të përdorur një burim shtetëror duhet të përmbushin detyrimet e tyre, pa përjashtim. Ne kemi rritur kompensionet për koncesionet në miniera, një masë që nuk është marrë prej vitesh, dhe kemi krijuar një sistem të ri kontrolli dhe mbledhjeje. Shifrat specifike tregojnë se për 6 muajt e parë të vitit 2025, Ministria mblodhi mbi 500 milion denar, që është një sukses historik. Ajo sqaroi se shuma e paguar nga koncesionerët deri më tani ishte një nga më të ultat krahasuar me Evropën dhe për këtë arsye thotë se kjo nuk përfaqëson asnjë bar mbi konkurrueshmërinë e subjekteve që operojnë në këtë industri në vend. Nga ana tjetër, për mua është shumë e rëndësishme që shumica e mjeteve të mbledhura në këtë bazë të përfundojnë në buxhetet e komunave ku ndodhen minierat. Ato para nuk do të përdoren nga burokraci dhe administrat, por kryesisht do të përdoren për nevojat e njerëzve, për projekte që do ta bëjnë drejt për drejt jetën e tyre më të lehtë, qoftë ky një park i ri, rrugë apo kopsht fëmijësh. Bozhinovska bëri të ditur se Ministria ka kryer tashmë një revizion të gjitha koncesioneve aktive dhe ka përcaktuar se disa prej tyre nuk janë në përputhje me rregulloret ligjore, prandaj mbi 45 koncesione janë ndërprerë. Pas disa ditësh me diell dhe relativisht të ngrohtë, po hyjmë në vjeshtë. Sipas meteorologëve, deri në fillim të javës së ardhshme do të vazhdojmë të shijojmë ditë me diell dhe vranësira të herpashershme, ndërsa nga mesi i javës pritet një ndryshim i kushteve me mundësi për rreshe lokale shiu. Pas një periudhe me mod të qëndrueshëm dhe temperatura relativisht të ngrohta, vendin pritet ta kaplojë një ndryshim i lehtë atmosferik. Sipas meteorologëve, deri në fillim të javës së ardhshme do të vazhdojmë të shijojmë ditët me diell dhe vranësira të herpashershme, ndërsa nga mesi i javës pritet një ndryshim i kushteve me mundësi për rreshe lokale shiu, më të theksuara në rajonet verilindore të vendit. Veçanërisht deri të martën, moti parashikohet të jetë kryesisht i qëndrueshëm me periudha me diell dhe vranësira mesatare. Mund të ketë erë të dobët deri në mesatare dhe përgjatë lumit vardar dhe në pjesët lindore një erë të fortë veriore. Në Shkup, moti pritet të jetë me vranësira të ndryshme me periudha me diell dhe një erë të moderuar veriore, cila her pas here do të forcohet në pjesë të Luginës. Të hënën dhe të martën priten kushte të ngjashme, me diell me vranësira mesatare dhe një erë veriore, më theksuar përgjatë lumit vardar. Por nga e mërkura, parashikimet tregojnë për një destabilizim të lehtë të atmosferës dhe rritje të mundësisë për rreshje të herpashershme. Meteorologët thonë se pritet që të jetë një periudhë moti me vranësira të ndryshueshme me kushte për rreshje lokale të rastit, si dhe një erë e dobët deri në mesatare do të vazhdojë të fryej nga veriu. Policia ka dhënë detaje për ngjarjen e djeshme ku disa persona të armatosur dhe të maskuar grabitën një artari në Gostivar. Zëdhënësi i sektorit të punët brendshme në Teto, Fatmir Rexhepi, sqaroi se personat kanë marrë rreth 18 kg ar në vlerë prej 1.8 milion euro. Rexhepi ka sqaruar se vetura e cila dyshohet se kanë përdorur personat është gjetur e djegur në Mavrov, e cila është dërguar për inspektim. Është kryer një vjedhje grabitçare, ku gjatë vjedhjes janë marrë dikur 18 kg ari, stoli prej ari, me vlerë prej rreth 1.8 milion eurove. Dhe minjherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e personave të cilët kanë qenë të maskuar dhe me fantoma në kokë. Kështu që gjatë marrjes së masave në rrugën rajonale Gostivar Mavrov, rreth 500 metra pas kryqëzimit të Mavrovës, është gjetur një veturë e cila ka qenë përfshirë në flak. Është konstatuar se bëhet fjalë për automjetin BMW me targa pa targa të regjistrimit, e cila dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj vjedhje grabitçare. Kështu që gjatë inspektimit në vendin e ngjarjes është konstatuar se në automjet është gjetur një pushkë automatike me bajonet.
Në Gaza, palestinezët sfilitur nga 2 vjetë fushat gjenocidi kanë kaluar një natë të qetë dhe pa bomba. Ata po vazhdojnë të kthejnë atë që kanë mbetur nga shtëpitë e tyre, ndërsa po kërkojnë për të afërmit e mbetur në rrënoja. Ndërkohë, trupat amerikane kanë filluar të mbrinë në Izrael për të marrë pjesë në një task force përbashkët. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia do të mbështesë çdo plan që do të ndalojë përgjithmonë masakrën dhe gjenocidin që ka ndodhur në Gaza për 2 vjet. Palestinezët në Gaza kanë përjetuar një natë pa zhurmën e aeroplanëve, dronëve dhe shpërthimeve nga sulmet shkatruese izraelite. E vetmja gjë që qëndron pezull mbi Gaza sonte është shpresa, asnjë dron, asnjë bombë, asnjë qiell portokalli, vetëm heshtje, një tingull kaq i rrallë këtu, saqë pothuajse ndihet i çuditshëm. Ka deklaruar për Al Jazeera Hind Hodari: "Jemi të sigurt, fëmijët tanë janë të sigurt, jemi mbledhur me bijtë dhe bijat tona në paqe. Është mirë", deklaroi një burr palestinez. Në kampet e improvizuara të mbushura me njerëz në të gjithë Gazën jugore, familjet që janë zhvendosur vazhdimisht më në fund po gjejnë një moment qetësie. Frika brenda nesh është zhdukur dhe tani mund t'i shohim të dashurit tan, familjet tona, fëmijët dhe miqt që janë ende gjallë, deklaroi një palestinez tjetër. Në Gaza, autoritetet po bëjnë përpjekje për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Rreth 1200 misione mjekësore, më shumë se 850 misione shpëtimi, 900 misione shërbimi për të restauruar linjat e ujit dhe kanalizimeve. Janë kryer edhe afërsisht 700 misione humanitare për shpërndarjen e pakove ushqimore. Autoritetet paralajmërojnë për praninë e objekteve metalike të rrezikshme pranë ndërtesave të shkatruara. Ata bëjnë thirrje për kujdes për të parandaluar lëndimet e civilëve, ndërsa mijëra njerëz kthehen në zonat e kontaminuara, shumë prej të cilëve kërkojnë edhe trupat e të afërmve të mbetur në rrënoja. Shërbimi i OKB-s për veprimet kundër minave, i cili vlerëson se mbi 200.000 ton municione të papërplasura mbeten në Gaza dhe mund të duhen deri në 1 dekadë për t'i pastruar. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani nënshkroi dekretin përmes cilit mandaton Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Sipas presidentes, ky vendim është marrë pas propozimit zyrtar të Partisë Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar numrin më të madh të mandateve në kuvend nga rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura më në shkurt të këtij viti. Mandatimi i Albin Kurtit për formimin e qeverisë së re u mundësua vetëm një ditë pasi Parlamenti i Kosovës përfundoi një proces të stërзgjatur të konstituimit me zgjedhjen e nënkryetarit kuvendit Nenad Rashić nga radhët e komunitetit serb. Rashić nuk është nga lista serbe, ndonse kjo e fundit pretendon që nënkryetari i kuvendit u zgjodh jashtëligjshëm dhe se i takon asaj ky post, sepse është grupi më i madh parlamentar me 9 deputet nga radhët e komunitetit serb. Britania e Madhe njoftoi se 2 avion të forcave ajrore mbretërore zhvilluan një mision 12 orësh në fillim të kësaj jave së bashku me forcat amerikane dhe NATO-n për të patrulluar përgjatë kufirit me Rusinë. Ky mision u zhvillua pas një serie shkeljesh të hapësirës ajrore të NATO-s nga dronë dhe avion rus kohët e fundit. Kjo është një mision i rëndësishëm i përbashkët me aleatët tanë të SHBA-s dhe NATO-s, tha ministri britanik i mbrojtjes. Më herët këtë muaj udhëheqësit e Bashkimit Evropian mbështetën planet për të forcuar mbrojtjen e bllokut kundër dronëve rus. Përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes.